Por Perëndinë e emrin e Krishtit, unë t'jap lavdire ndër ty Zot, të nderoj dhe të bekoj ty. Perëndinë e emrin e Krishtit, ndërsa ndalem për fjalës tënde, unë të lutem që kjo fjalë të jetë dhe të zerë rënë në zemrat tona, Zot. Perëndinë, nuk duam thjesht vetëm ta marrim si fjalë, duke besuar atë, edhe kaq. Por ne Perëndinë duam që ta marrim, ta pranojmë dhe të besojmë në ajo fjalë. Në ajo fjalë që është brenda. Perëndinë e emrin e Jezus Krishtit, unë të lutem që çdo zemër sot të hapet për të dëgjuar për fjalën tënde. Në emrin e Krishtit. Amen. Sot shumë njerëz kërkojnë paqe. Në përgjithësi edhe besimtarët e kërkojnë këtë paqe, siguri, dashuri, gjithsesi për ne kërkon këtë gjë. Disa e kërkojnë atë paqe, e kërkojnë tek pasuria, disa të tjerë e kërkojnë tek fama, ta njerëzit e mëdhenj, ta që dalin për televizion, duan famë, duan para, pasuri. Por në të vërtet, as pasuria, as fama nuk të sjell paqe, as siguri, as dashuri. E vetmja gjë që ty të sjell sot siguri është Perëndia. Sepse zemra e çdo njeriu mbetet poshtë pa Perëndin. E kuptua? Zemra e njeriu, nëse ka pasuri, nëse ka famë, apo mund t'i ketë të gjitha, por pa pasur Perëndin, zemra e tij është bosh. Jezusi nuk na ka thirrur vetëm me fjalë. Ai nuk na ka thirrur vetëm që të bëjmë disa rituale, të vimë në kishë, dhe bësh një vepër të mirë, tjetër çfarë mund të bëjë gjëra të mira. Nuk është vetëm kjo, nuk mjafton vetëm kjo për Jezusin. Ai na ka thirrur që të kemi një marrëdhënie të gjallë me ta. Amen. Të kemi një marrëdhënie të gjallë me ta. Dhe në fakt si është kjo marrëdhënie? Kur ne i besojmë atij, kur ne i bindemi atij, jeta jonë ndryshon. Sepse ne praktikojmë këtë, lexojmë, kemi një marrëdhënie me këtë. Kur ti je i lidhur me këtë, ti nuk do të kesh një zemër bosh. Si shumë veta e kanë. Kur ti lidhesh me këtë, ke një zemër të mbushur plot. Kur ti ke një marrëdhënie me këtë dhe ti je i lidhur me këtë, Jezusi na ka premtuar shumë gjëra në fjalën e tij. Jo vetëm bekimin, por në fakt ai na ka premtuar për ndihmë, që do të na ndihmojë. Ai tha, unë do të jem me ju deri në fund të botës. Ai tha, unë do të ndihmoj ty, do të jap forcë në çdo vështirësi, në çdo lloj situate. Ai do të jetë me praninë e tij kudo që ti jesh. Amen? Kështu që le të nisim me tek pika se çfarë Perëndia na ka premtuar ne. Në rast se ne qëndrojmë me të, në rast se ne lidhemi ngushtë me atë. Çfarë përfitime kemi ne? E para është Krishti na premton shpëtim dhe jetë të përjetshme. A e beson ti që Krishti ka dhënë shpëtim? A beson ti që ai ka dhënë një jetë të përjetshme? Jo. Apo e besoj, por nuk e pranoj. Tashi, duhet ta pranoj dhe ta besoj? Ose nuk kemi në rregull.
Sepse në fjalën e Perëndisë, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, nuk tha sepse Perëndia e deshi vetëm gjysmën e botës. Nuk tha Perëndia sepse Perëndia e deshi një pjesë ose e deshi vetëm të krishterët. Jo, ai tha botën. Dhe ai dha birin e tij. Për ne. Ky ishte një premtim i parë. Dhe kushdo që beson në të, kushdo që beson në të, aman kushdo që beson, jo të gjithë, ata që besojnë. Çfarë tha? Do të keni jetë të përjetshme. Ky është një premtim i parë që Zoti na ka thënë. Kushdo që beson në ta do të ketë jetën e përjetshme. Ky është një premtim i madh apo jo? Të kesh jetën e përjetshme është një premtim i madh. E dini ju që njerëzimi pa Krishtin është i humbur. Është i humbur në mëkat, është i ndarë nga Perëndia. Përse erdhi Jezusi? Për këtë arsye, sepse ne ishim të ndalë, ishim të përçarë nga Perëndia, nuk e kishim aberin fare për mëkatin, ndërgjegjësimin dhe të gjitha këto. Pse erdhi Jezusi? Sepse Adami, njeriu i parë, bëri mëkat dhe na ndau nga Perëndia. Pra mëkati ndan njeriu nga Perëndia. Kështu që Jezusi erdhi për të lloj arsye. Erdhi për të na bashkuar me Perëndin. Jo ja të urën lidhse që ne të shkonim tek Perëndia në emrin e Jezus Krishtit. Sepse tek ne ishte krijuar një mëkat shumë i madh, shumë i bollshëm. Dhe i vetmi që mund ta lante këtë mëkat ishte Jezusi. Kur besojmë tek ai, mëkatet falen, zemra pastrohet. Emri ynë shkruhet në librin e jetës, shkruhet në qiell, e marrim jetën e përjetshme. Nëse do të marrim një të dënuar, ta ilustrojmë pak këtë që tha. Nëse do të marrim një të dënuar, dhe ai i dënuari është me vdekje ose me burgim të përjetshëm. Dhe pa pritur vjen dikush, një tjetër dhe thotë, do ta marrë dënimin e tij. Çfarë do të ishte për atë person? Nuk do të ishte një gëzim i madh? Kjo ishte ajo që bëri Jezusi. Meritonin me vdekje? Meritonin me të vdisnin? Ai e mori. Ajo nuk do të lejoj askënd të vdesë. Do të shkoj vetë në kryq. Do të vdesë. Kjo ishte dashuria e tij. Dhe tha, unë do të jap landit jetën e përjetshme. Kjo është ajo që bëri Jezusi. Pika e dytë. Krishti na premton paqen në zemër. Ai tek fjala e Perëndisë na thotë që po ju lë paqen. Po ju lë paqen, po jap paqen time, Ne e dim shumë mirë që dhe bota i jep paqen. Bota mund të jap paqe në çdo lloj mënyre, por ama në jetë të përkohshme. Nuk e jep si Jezusi. Jezusi nëse ta jep paqen, ta jep të përjetshme dhe paqe të brendshme. Ndërsa bota mund ta japë paqen ty, do të jap mbase për një moment, për disa vite, Ka shumë njerëz që sot kanë para, dhe ndjen paqe mbi paranë e tyre. Por ta dish që
Ata që janë pasur, ndonjëherë nuk flen natën. Mendojnë çfarë do të bëjmë këto lehtë. Do të na vi dikush të na bastis në shtëpi. Ata mund të kenë shumë gjëra, mund të jenë shumë të pasur, mund të kenë vila të bollshme, vila në çdo qytet, por nuk kanë Krishtin. Dhe kjo është minus për ta. Kur Krishti hyn në zemrën tënde, frika fillon të largohet, ankthi dobësohet, zemra gjen qetësi. Amen? Nëse do ta provosh të lidhesh me këtë, unë jam i sigurt që gjitha këto do të largohen. Frika jote, ankthi, zemra do të gjejë qetësi, ti do të jesh i qetë. Çfarë ndodhi me dishepujt? Ta ilustrojmë pak këtë pjesë. Çfarë ndodhi me dishepujt në stuia kur ishin në varg? Menduan tani do të vdesin. Mbaroi, kaq ishte. Ishte furtunë e madhe, dallet po përmbytnin barkën atje ku ishin ata. Ata thanë që çka mbaroi. Po çfarë ndodhi? Jezusi u ngrit, po flinte gjumë. Po ngrit. Ç'keni? Pse shqetësoni? Ai ngriti duar, fashili stuhin, e shqetësoi vetë. Shumë herë Jezusi nuk largon me një stuhin në jetën tonë. Sepse mbase ndonjëherë ne pengojmë edhe vetë. Por nëse ne vazhdojmë duke kërkuar Zotin dhe duke qëndruar duke pritur Perëndis, ai do të sjellë vërtet paqen e brendshme. Dhe jam i sigurt që çdo stuhi në jetën tënde, ai do ta fashë. Amen, e beson? Nëse ne besojmë, themi amen. Jo vetëm ta besojmë, por ta pranojmë. Unë e pranoj dhe besoj që ai mund ta bëjë këtë gjë. Treshi. Krishti na premton se nuk do të jemi vetëm. E mbani më si tha Jezusi në fjalën e Perëndis, ai tha unë jam me ju gjithë ditën. Gjithë deri në mbarim të botës. Sa bekim, sa me njënë. Tani unë jam këtu vetëm, mbase mund të jem diku tjetër, ose në punë, shumë. Mendoj që jam vetëm. Jo, Perëndia na ka premtuar nuk je vetëm, në asnjë vend. Ai tha dhe në lukinën e hijes së vdekjes, kur ti je letruar nga gjitha miqtë e tu, unë jam aty. Unë jam me ty. Unë jam me ju gjithë ditën. Asnjë ditë nuk është mangë. E ke në krah. Tradisht. E ke në krah. Deri në mbarim të botës. Njerëzit mund ta lënë. Ke miq, mund të lënë, mund të braktisin. Edhe unë mund të braktisë, edhe ti mund të më braktisësh mua. Ne jemi njerëz, gabojmë, braktisim njëri tjetrin. Edhe familjarët mund të braktisin tu, edhe vllai, motra, prindrit. Ka shumë njerëz në këtë botë që i kanë braktisur dhe prindrit, kanë braktisur fëmijët, vëllezërit, motrat. Por Jezusi tha, unë nuk do të lë. Nuk do të lë kur.
edhe nëse do të kalojnë sprova, edhe në sëmundje, edhe në lodhë, edhe në varfëri, edhe në luftë, edhe në luftë shpirtërore, edhe ku do edhe si do që ti jetë situata jote. Në base për një moment duket shumë e vështirë, ai tha, unë jam pranë teje. Ai është pranë nesh. Mbajini mend, ai është me ty. E mbani mend historinë në Bibël, ata tre brejnë, tre shokët, Shadraku, Meshaku dhe Abednego. Shokët ti. E mbani mend kur mbreti Jobi në furrë, edhe e gradoi furrën deri në fund. Tha, të bëjnë shkrum fare, unë do të djek ata, të bëjnë shkrum. Por Krishti nuk i la në zjarr. Do se ata u futën në zjarr. U futën në furrë. Por shfarta e unë nuk po shikoj më 3 veta, unë po shikoj 4-ta. Dhe ai 4-ti më duke si biri njeri. Si biri për një. Pra Krishti ishte bashkë me ta brenda në furrë. Dhe kur ata dolën nga furra nuk ishte djegur asnjë fije e flokët. Asnjë fije e flokët. Edhe e mbani mend, e keni dhe nëse do keni afër një zjarri, nëse do t'i afroni dhe do të qëndroni shumë, do të bie ne plaçka, shpeshherë bie ne zjarr, themi edhe na bie ne. Pra atyra asë zjarr nuk i bie. Plaçka. Jo të digjesh në pas aromën e zjarrit të morë. Në shko sa Perëndi të fuqishëm kemi, sa Perëndi të madh kemi. Amen? Ta dish që ti nuk je vetëm në sprova. Nëse ke sprova sot, ta dish që nuk je vetëm. Jezus Krisht është me ty. Unë nuk mund t'jem, nuk mund t'jesh ti me mua, nuk mund t'jesh askush me mua, apo unë nuk mund t'jem me ju, por Krishti është me ju. Krishti është me ju. 4. Krishti na ka premtuar forcë. Na jap forcë në dobësi. Ne kemi vënë ndonjëherë rreth veten kur jemi të dobët, je i dobët, nuk ke forcë fare. Dhe ndonjëherë mendon kaq, nuk mundem dot më, nuk ja dal dot më. U mbet çdo gjë, çdo besim, u mbet gjithçka. Bie fuqia jote. Ti u mbet duke sikur gjithçka ka marrë fund. Por nëse ke Bibla, mund të më ndihmosh tek 2 Korintas dhe 12:9. Mund të më ndihmosh dikush? Por ai më tha, hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsosur i dobësi. Prandaj kënaqësi të madhe do të krenoj më tepër dobësitë e mia, që fuqia e Krishtit të rritet. Hiri im të mjafton, i tha Pali Perëndia, fuqia ime përsoset në dobësi. Pali në këtë histori që shohim këtu, ai kishte një dhimbje në mish. Kishte një gjëm, atje thuhet që ai kishte një gjëm në mish. Dhe i dhimbte jashtëmase. E ke marrë ndonjë kur ke një dhimbje shumë të fuqishme dhe nuk e duron dot. I tillë ishte dhimbja e Palit. Dhe i tha Perëndisë, të lutem ma hiq këtë dhimbje, ma hiq këtë gjëm që kam brenda trupit. Sepse nuk e duroj dot. Por Perëndia i tha, mjafton hiri.
Pani u dobësua, ja forca fare, mendoj që tashmë gjithçka mbaroi. Por Zoti i tha, të mjafton hiri tim, unë ty të forcoj. Perëndia nuk kërkon njerëz perfekt, sepse nuk ka njerëz perfekt. Askush nuk është perfekt, as unë, as ti, as kush. Perëndia nuk kërkon këtë gjë nga ty. Ai kërkon një zemër të dorëzuar. E kupton? Ai kërkon një zemër të dorëzuar, nuk kërkon të jesh kryu si Zoti, të bëhesh si Zoti, jo. Ai e di që ti je njeri, ti ke dobësi. Ai e di, por çfarë kërkon ai? Kërkon zemrën tënde të përgjithshme. Ty të kërkon Zoti. Prandaj shumë njerëz sot thonë, jam i dobët, nuk mundem, nuk kam forcë, nuk mundesi do të më, nuk vazhdoj do të më. Kam rënë shumë, jam i pafuqishëm. Por Krishti, këta persona kërkon t'ia dorëzojnë zemrën e tyre. Krishti me njerëzit e tyre edhe i përdor për lavdinë e tij. Nëse ti thua je në të lloj vendi që ne po flasim, Krishti do të marrë ty. Edhe nëse je i tyre, ai do të marrë dhe do të përdor për lavdinë e tij. Pietri mohoi Jezusin. Por Jezusi e mori atë përsëri e ngriti edhe u bë një predikues i fuqishëm. Ai u bë një pastor, sipas historisë. Nëse ke rënë sot, nuk je aty ku duhet. Nëse të duket jeta jote e humbur, ktheu te Krishti. Beso atë, bindju atij. Edhe Krishti do të ngrej lart. Ashtu siç bëri me Pietrin, ashtu siç bëri me Pavlin, edhe me shumë njerëz të tjerë. Pesa. Krishti na premton drejtim dhe udhëheqje. Ai do të drejtojë ty dhe do të udhëheqë ty. Ai tha, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Ka person tjetër si Jezus Krishti që të udhëheqë ty? Ti je rrugë, ti je e vërteta dhe ti je jeta? A keni një person që mund të dalë sot edhe të thotë, unë jam rruga, e vërteta dhe jeta? Jezus i e tha këtë. Edhe ai është rrugë për ty, është e vërteta për ty. Edhe ai ti je pjetë me bota. Bota është plot konfuzion, njerëzit nuk dinë ku shkojnë ndonjëherë, janë pa kokë. Ndonjëherë që këte Irlandez, dinë çfarë bëjnë. Por Jezusi, ne kemi një kokë që na drejton. Jezusi është për ne, na drejton, na mëson, na hap dyert. Mbyll rrugët e rrezikshme, ndonjëherë na duket ajo rruga e rrezikshme e mirë. Edhe mund të shkojmë atje. Por Perëndia e mbyll atë rrugë. Nëse ne qëndrojmë në fjalën e Zotit, nëse ne i bindemi atij, ai do të mbyll ato rrugë të rrezikshme. Edhe na shpije në rruga e tij. Ecim në rrugën e tij. Nuk esim në errësira, po jo. Kemi dritën. Kush është drita? Jezus Krishti. Amen? Një person në errësirë mund të mbas. Kur ti je në errësirë, çfarë mund të bash? Je në errësirë, nuk ka asnjë dritë që të ta ndriçoj rrugën kështu, ecëm pa kohë. Ku të vetes di rrugën, do mbasësh rrugën. Por neve na mjafton drita. Drita e Krishtit. Ajo është dritë për rrugën tonë. Dhe ai të drejton drejtimin.
nuk humbet, sepse në momentin që ndizet drita, ti nuk mund të humbasësh në rrugën. E shikon. Jezusi është drita e jetës. Amen. Krishti, gjashtë. Krishti na premton përgjigje për lutje. Ke menduar në mirë që Zoti nuk më është përgjigjur mua për lutjet e mia. Ke menduar? Tek Mateu 7:7, Jezusi tha, kërkoni dhe do t'ju jepet. Nëse ti ke menduar që lutja ime nuk është përgjigjur asnjë nga Perëndia, gabohesh. Ose nuk e ditur si t'ja kërkosh Zotin, ose nuk e lutur fare. Sepse Perëndia tha, unë çfarë? Ai do të përgjigjet lutjes tonë, me patjetër. Ndoshta në mënyrën se si ne e kërkojmë, ky është problemi. Ndoshta jo gjithmonë në mënyrën që ne e duam, ndoshta jo në kohën që ne e presim, se ne ndonjëherë e presim fast food. O Zot, dua që kjo të ndodhë tani e pres tani. Por ndoshta Jezusi nuk ka kohën e tij. Duhet të vi një moment, një kohë. Jo ashtu si e duam ne në një. Mbase ne gabojmë në mënyrën se si e kërkojmë. E di pse? Sepse ishin dy dishepull që rinin afër Perëndis dhe di si i thanë Jezusi? I thanë, Jezus na bëj thanë që kur ti të vesh në mbretërinë tënde, njëri të rinë në krahun e majt, tjetri të rinë në djathtën tënde. Edhe Jezusi tha, ju nuk dini çfarë kërkoni. E di pse? Sepse Jezusi ka treguar që në krahun e majt, te Jezusi do t'jenë ata të djallit, njerëzit e të ligur, që do të shkojnë në ferë, dhe në krahun e djallit do t'jenë ata, gjithë vitet Perëndis ata që besojnë në Krishtin. Prandaj Jezusi tha, ti nuk di çfarë kërkon. Prandaj ne ndonjëherë nuk dimë çfarë kërkojmë, si lutemi Zotit. Mënyrën se si ne lutemi, si ja kërkojmë Zotit, kjo është shumë e rëndësishme. Por ai ti je i sigurt që i përgjigjet sipas vullnetit të tij. Nëse ti ja kërkon sipas vullnetit të tij, Zoti do të përgjigjet lutjes. Edhe ta dish që ka lutje që në jetën tonë ndryshojnë zemrën tonë, hapin rrugë, sjellin mrekulli dhe shpëtojnë familje. Amen. Amen. 7. Jemi drejt fundit. Krishti na premton një identitet të ri. E dini juve që kur pranoni dhe besoni në Jezus Krishti, ju merrni një identitet të ri. Nuk quheni më ti, Esmeralda, Tori, Renato, nuk ka më emra të tillë. Tani është Jezus Krishti. Ai tha, kur ti më pranon dhe beson tek unë, nuk shikohet më timi tani. Tani shikojmë Krishtin që është brenda timi, shikojmë Torin që është brenda timi, shikojmë Lurën që është brenda timi. Brenda Krishtit, më fal. Krishti na premton një identitet të ri. Nëse dikush është Krishtin, dikush është në Krishtin, ai është krijesë e re. Nuk është më i vjetër, nuk kemi më të vjetër. Ç'është kjo gjë? Mbase disa prej nesh mund të thonë, ç'është kjo? Se kuptoj. Kur ti beson në Jezus Krishti, rilin përsëri. Po si mund të futemi ne në, i tha ai, mësuesi në
më i madh në Izrael, i tha Jezusit, po Jezus po mësues, po si mund të futem unë gjendje në barkun e nënës, edhe të linë përsëri. I tha, ju nuk e kuptoni. Nuk e ti që je mësues nuk e kuptoni. Jezusi nuk e kishte fjalën për të futur përsëri në barkun e nënës, ai kishte për jetën tonë, të ndryshojë krejtësisht. Nëse dikush është në Krishtin, ai shkrijes e re. Nuk e bota të thotë ty je dështak. Por Krishti nuk thotë ti je dështak. Bota thotë je mëkatar. Mëkatar je. Ti je i pavlerë, thotë bota, njerëzit që të rrethojnë. Je i pavlerë. Por Krishti, çfarë thotë Krishti? Ti je biri im, ti je bia ime. Në Krishtin çdo gjë fshihet. Fshihen ato negativitetet, ato gjërat e tjera. Por nëse ti je bir dhe bi, ka gjë më të lartë se kjo? Ka më privilegj më të madh se kjo? Nuk ka. Ti je birja e Perëndisë, ti je biri i Perëndisë në Krishtin. E kaluara nuk duket më në Krishtin. Nuk ka më vlerë. Nuk ekziston më. Zinxhirët janë thyer. Jeta fillon nga e para. Nuk ka rëndësi se ç'ke parë ti më parë. Fillon një jetë e re. Amen. Dhe e teta, për ta mbyllur, Krishti na premton shpërblim të përjetshëm. Tani, kjo është pak për ju. Si mund të marrëm të shpërblim? Si mund të marrëm të shpërblim? Të shpërblimin e përjetshëm që nuk ka premtuar Krishti. Tek Zbulesa 2:10 thuhet kështu, është një varg shumë interesant, thuhet: "I besnik deri në vdekje, dhe do t'i jap kurorën e jetës." Tani një pyetje. A do vazhdosh të qëndrosh besnik me Perëndin deri në vdekje? Apo gjatë kohës do ta lejmë Jezusin si puna e atij? Kemi para të skeqin që në fillim Jezusi fillon me drejtimin e timonit, pastaj avash shkon tek pasagjeri, avash shkon tek mbrapa, edhe pastaj vendos mbati në bagazh, i them Miria atij Jezus, je mirë dhe kaq mjafton. I besnik deri në vdekje dhe do t'jap kuronën e jetës. Do t'jap kuronën e jetës, por ka një gjë që duhet ta bëjë. Duhet të jemi besnik deri në vdekje. Kjo botë është e përkohshme, por qielli është i përjetshëm. Tani ti zgjidhe me do këtë botë që është e përkohshme, apo do jetën e përjetshme, qielli. Besimtarët mund të vuajnë sot, por nesër i pret lavdije. Ka një kuror, atë çfarë lexuam më lart. Ka një kuror, ka një qytet qellor. Ka një jetë pa lok, pa dhimbje, pa vdekje. Nuk është si në të botë që jetojmë, por në të vërtetë kjo botë që ne jetojmë nuk është realitet. Realiteti është ajo që ne do të kemi. Dhe ajo do të jetë e përjetshme. Çfarë shpresë të madhe kemi tek Krishti? Çfarë kërkon Jezusi nga ne? Përfitimet e Krishtit nuk janë
që ne të bëjmë një fe. Të bëjmë një fe e qutë të ftohtë, një besim të ftohtë, hajde marrim një religion atje, duke besuar, duke përfer lidhemi, bëjmë kishash, edhe domethënë vazhdojmë kështu pa asnjë lloj interesi. Ai kërkon besim të vërtetë. Ai kërkon pendim, kërkon bindje, zemër të dorëzuar. Pra, që të marrësh të jetën e përjetshme, që të marrësh gjithë këto premtime që ne thamë. Çfarë kërkon Jezusi nga ne? Këto gjëra. Kërkon besim të vërtetë. Kërkon pendim të vërtetë, bindje të vërtetë. Kërkon zemër të dorëzuar. A e ke dorëzuar zemrën tënde në Zotin? A i bindër Zotit? Ke një bindje në Zotin kur ne flasim në lidhje me Perëndin, kur ne flasim për Krishtin, a je duke besuar, duke ju bindur atij plotësisht? E ti do të tregoj diçka nga jeta ime, nga eksperjenca ime. E di çfarë bëja? Kur besova në Jezus Krishtin në fillim, në hapat e para të Krishtit, nëse do të lexoja diçka në Bibël, direkt do ta bëja në realitet, në jetën time personale. Për shembull, mbaj mend që kam lexuar mënyrën se si agjëronin apostujt e Gjonit dhe se si nuk agjëronin dishepujt e Jezusit. Dhe lexova këtë bisedë mes tyre në Bibël në atë kohë dhe thash, po pse mos agjërojnë? Kaq ishte. Do ta mund ta agjërojnë. Do bëja ashtu siç çfarë thuhej në Bibël. E mirë një shabllon. Do bëj kështu siç thuhet në Bibël. Domethënë, për shkak sepse e dëshiroja shumë. E adhuroja shumë, e desha jashtë masë që të bëhesh të hyja thellë në bindje me Zotin. E në fakt Zoti kërkon njerëz të tillë. Pse jo ta marrësh dhe shabllon në një Bibël? Në njërë është bekim, është knajsi. Çfarë bëri Francesco? I merr shabllon gjëra. Jepi qitë pasurin të babëve, mori pasurin në shpërndave qitë. Edhe këpuzit i mori, ja kërkone, ja dhave, këpuzit i të zbatë. Kjo është një bindje, një zemër e dorëzuar, plotësisht në Zotin, sa kënaqësi. Njerëz të tillë do Zoti, me besim të tillë. Amen? Nëse më doni, thot fjala e Perëndis, zbatoni urdhërimet e mia. E doni Zotin, binduni atij, zbatoni urdhërimet e tij. Të ndjekësh Jezusin do thotë ta duash, ti bindesh, të ecësh me të çdo ditë. Amen? Të ecësh, jo një po. Ose një javë lexojmë Biblën, ose se lexojmë fare me muaj, me vite. Në njërë mund të dëgjojmë një predikim në YouTube, aty hajmë gjova një predikim, s'ka. Çdo ditë fjala e Zotit është e rrethuar. Pa Krishtin, njeriu është bosh. Me Krishtin kemi shpëtim, kemi paqe, forcë, shpresë, kemi drejtim, falje dhe jetë e përjetshme. Pyetja sot është për ty, personalisht. A do ta ndjekim Jezus Krishtin me gjithë zemër? Është një pyetje që ti duhet ta mendosh edhe kur të shkosh në shtëpi. Sot baja pyetje vetes tënde. A do ta ndjek Jezusin me gjithë zemrën? Sepse shumë shpejt gjithçka në këtë botë kalon. Por ai që nuk do të kalojë asnjëherë është Krishti në jetën tënde. Një thirrje që po ju bëj sot është
Nëse je larg Perëndis, ktheu sot. Ktheu sot tek Krishti. Jezusi është duke pritur gjithsesi prej jush. Nëse e ndjen dhe e shikon veten tënde që je larg Perëndis, bëj këtë gjë. Ai nuk do të refuzojë asnjë, ai nuk refuzon askënd, ai vjen tek çdo zemër e sinqert, tek gjithë ata që pranojnë dhe besojnë tek ai. Sepse Krishti nuk të premton vetëm një jetë të mirë, por ai premton një jetë të re. Amen. Edhe tashmë ti që ke besuar dhe ke planuar Jezus Krishtin, ti e ke jetën e re.